Me komunën e Brvenicës edhe në 4 vjetët e ardhshme do të udhëheqë Jovica Ilievski. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, sipas rezultateve preliminare, Ilievski ka marrë 4.374 vota, ndërsa kundër kandidati i tij Haqim Ramadani ka marrë 4.224 vota. Dallimi mes këtyre dy kandidatëve është 150 vota. Betejë për të parin e kësaj komune ishte e ashpër, sikurse edhe në vitin 2021. Pas përfundimit të zgjedhjeve, mbrëm në komunën e Brvenicës për të festuar erdhi kryeministri Mickoski, i cili gjatë tërë kohës i ka dhënë mbështetje kandidatit Jovica Ilievski. Верувавме дека иднината не е во поделбите, туку иднината е во заедништвото. Lider është ai i cili bashkon e jo ai që shkakton përçarje. Të gjithë ata që mendojnë se do të shkaktojnë ndarje, gabojnë. Ai koncepti i përçarjeve këtu në Brvenicë u tregua se i takon të së kaluarës. Koncepti i së ardhmes është ai koncept që bashkon, tha Mickoski. Kryetari i ardhshëm i Brvenicës, Jovica Ilievski, tha se në zgjedhjet e djeshme u vërtetua se fitoi opsioni për bashkëjetesë. Благодарност до сите граѓани. Докажавме дека општина Брвеница е за соживот, не е за омраза етнички поделби. Falemderoj të gjithë qytetarët që treguan se komuna e Brvenicës është për bashkëtesë dhe nuk është për ndarje etnike. Falemderoj të gjithë qytetarët, sidomos maqedonasit, shqiptarët, ku treguan se jemi komunë multietnike dhe tillë do të mbetemi, tha Ilievski. Ndërkaq, kandidati për kryetar të komunës së Brvenicës, Haqim Ramadani, ka kërkuar takim të menjëhershëm me përfaqësuesit ndërkombëtar në lidhje me procesin zgjedhor në këtë komunë. Sipas Ramadanit, ka pasur parregullsi të shumta në procesin zgjedhor në komunën e Brvenicës. Të nderuar përfaqësues të OSBE Odihrit, ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NDI-s dhe të gjitha organizatave ndërkombëtare që monitorojnë dhe mbështesin proceset zgjedhore, në cilësinë time si kandidat për kryetar të komunës së Brvenicës, kërkoj një takim të menjëhershëm me përfaqësuesit tuaj për të diskutuar zhvillimet dhe parregullsitë që kanë ndodhur gjatë procesit zgjedhor në komunën tonë. Është me rëndësi thelbësore që çdo votë e qytetarëve të Brvenicës të respektohet dhe që procesi zgjedhor të jetë i drejtë, transparent dhe në përputhje me standardet demokratike ndërkombëtare, ka shkruar në rrjetet sociale Haqim Ramadani, kandidat për kryetar të komunës së Brvenicës. Sipas paralajmërimeve të tija në rrjetet sociale, ai tashmë është tërhequr nga posti i drejtorit të Inspektoriatit Shtetëror të Vetëqeverisjes Lokale.